Sot në fshatin Lubinje e Epërme u bë përurimi renovimit të ambulantes në Lubinje të Epërme si donacion nga ambasada bullgare në Kosovë. Në këtë përurim ishte edhe kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, drejtori i shëndetësisë Dr. Suleman Baxhaku, drejtori i QKMF-s Dr. Fadil Bajraktari dhe stafi tjetër. Këtë event nderoi edhe personalisht ambasadori i Bullgarisë në Kosovë. Me këtë rast, kryetari i komunës Shaqir Totaj tha se dua të falenderoj ambasadorin e shtetit mik të Bullgarisë që sot jemi këtu bashkë për të përuruar këtë investim si donacion i shtetit të Bullgarisë. Ky investim padyshim se është i mirëseardhur për shëndetjen e këtyre banorëve. Na mas parë me falenderu ambasadorin e Republikës Mike të Bullgarisë për përkushtimin e tyre për me dhënë kontributin për territorin e komunës Prizrenit. Në këtë rast jemi në Lubinjen e Epërme. Momentalisht jemi në ambulant, mirë po pak më vonë do të shkojmë edhe në qendër sportive. E dim që ambulanta gjithmonë ka nevojë për renovim, për mirëmbajtje, për me kriju kushte më të mira për punë. Edhe siç po shohim, ka pas ndikim direkt sepse është përmirësuar ambienti i punës. Kemi edhe nxemjen, kemi edhe pajisje të tjera dhe jam i sigurt se për stafin medicinal që punojnë këtu do të kenë më lehtë dhe do të kenë kushte më të mira për me trajtu gjithë ata pacientë për të cilët kanë kapacitete, kurse për rastet më të rënda pastaj udhëzohen për në Prizren. Kjo është hera e katërt e këtij takimi. Investimi është shumë i madh në vlerë, por është i madh në krijimin e miqësive që po krijojmë dhe me kryetarin e Prizrenit tha ai. First of all, I would like to say that I'm very happy to be here in this beautiful area. Jam shumë i kënaqur që jam këtu në këtë ambient të bukur. But what is I'm very happy is that it's my fourth meeting with this active mayor. Jam shumë i kënaqur se kjo është rasti i katërt i takimit me një kryetar të komunës që është shumë aktiv. And I'm proud that we as an embassy and the municipality share the same goals. Edhe jam shumë i kënaqur që ambasada po edhe komuna i kanë prioritetet e njëjta. We are not here to say that it's a big project and big initiatives. Nuk jemi këtu për me thonë që është një projekt shumë i madh dhe një iniciativë shumë e madhe. We are here to say that these small initiatives, we expect big effects to the daily life of people. Këto janë iniciativa të vogla, mirë po na besojmë që do të kenë ndikim të madh në jetën e përditshmërinë e banorëve. Kurse drejtori i shëndetësisë në Prizren Dr. Suleman Baxhaku falenderoi donacionin e investuar në këtë objekt dhe se kjo padyshim se do të ndikojë në mirëqenien e këtyre banorëve për të siguruar shëndet sa më të mirë të banorëve të kësaj ane. Një investim i ambasadës bullgare, i cili do ta përmirësojë cilëtetin e shërbimeve, gjithashtu edhe do të krijojë komoditet për stafin natyrisht. Është një investim shumë i qelluar. Orari mbetet i njëjtë, stafi gjithashtu është i njëjtë, ne kemi bërë vetëm renovimin e hapësirave dhe ambientit, gjithashtu edhe pajisjeve dhe invertarit tjetër të nevojshëm. Kurse shefi i qendrës mjekësore në Reqan Dr. Aldin Demiri me këtë rast tha se ky donacion është i mirëseardhur për këta banor, tashmë kushtet e krijuara janë edhe një vullnet shtesë që shtohet kujdesi primar shëndetësor për këta banor. Donacioni prej ambasadës bullgare kon disa klima, ndryshimi i pllakave, renovimi i banjove dhe do elemente të vogla tjera, po sado qoftë që të jetë, besoj që domethënë e ka ngrit pak cilësinë e punës dhe stafi që punon këtu punon me më shumë vullnet edhe nuk priton me qenë aktiv për punë. Në këtë rast stafi i kësaj ambulante kishin përgatitur edhe një koktejl rasti. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.